Të dashur fëmijë, ne sot të mësojmë ngjyrat dhe frutat. Dhe unë ju do t'i them një sekret. Sekreti është që ne kur hajmë fruta, të vi më të gjuar dhe më të bukur. Kjo është molla, molla është e kuqe. Dhe ne mollën do të hajmë çdo ditë dhe ka shumë vitamina. Vetë mollës ka dhe shumë frutat e tjera që janë të kuqe, si për shembull shega, manofera, luleshtrydhja dhe qershia. Bravo! Kjo është banania. Banania është ngjyrë e verdhë. Ne bananin do të hajmë çdo ditë se ka shumë vitamina. Vetë bananes ka dhe shumë frutat e tjera që janë të verdha, si për shembull dardha dhe limoni. Bravo! Kjo është kumblla. Kumblla është ngjyrë lejla. Kjo është portokallia. Portokallia është shumë portokalli. Ne do të hajmë çdo ditë se ka shumë vitamina. Bravo! Kjo është rushi. Rushi ka shumë vitamina. Dhe ne do të hajmë çdo ditë se dhe rushi ka shumë vitamina. Bravo! Këto janë boronicat. Boronicat janë ngjyrën blu. Dhe boronicat kanë shumë vitamina. Këta janë trendafilat. Trendafilat kanë ngjyrën rozë dhe janë shumë të bukur me një aromë shumë të mirë. Bravo! Abononi në kanalin tonë Kendi Vogëlusha.